se kur dalin 100 eurot? Jashtëzakonisht shumë dhe kjo na ka shtyr që ne të dalmi edhe përmes rrjeteve sociale ta kuptojnë punëtorët që ne nuk e dim dhe s'pakut nuk kemi asnjë informacion se çka po ndodh me këto mijë. Unë kam një frikë timen me që zgjedhjet tani u kryen dhe jemi në ditën e tretë pas zgjedhjeve dhe asnjë lajm, asnjë informim se kur do të ndahen këto mjete. Kam të drejtën e dyshimit se ndoshta edhe nuk do ndahen fare dhe pikërisht për këtë në formë publike unë bëna një kërkesë duke qenë i shtyrë nga punëtorët e sektorit privat Kosovës dhe t'i bëj një pyetje kryeministrit dhe ministrit financave se kur do të bëhet ndarja e mjeteve qesharake për punëtorët e sektorit privat. E po ashtë që në emailin që keni dërguar në shkresën tuaj, ndër të tjera keni thënë pyetja më shpesh që të bëhet nga punëtorët është se kur dalin parat, prandaj edhe e keni bërë këtë shkresë publike. Pra, ju pyesin shumë.